Në organizim të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut dhe në përputhje me kalendarin e garave, të shtunën do të mbahet gara ndërkombëtare hapja e sezonit 2025, garë në të cilën pritet të marrin pjesë garues nga të gjitha klubet anëtare të federatës, si dhe garues nga Shqipëria dhe Kosova. Klubi i Atletikës Studenti nga Tetova në 24 vjetorin e themelimit në hapjen e sezonit ka bërë përgatitje të duhura me qëllim që të prezantohet në nivelin sa më të mirë. Televizioni Koha ishte i pranishëm në një seancë stërvitore ku mori opinionin e ndihmës trajnerit dhe garuesit Aldin Ademi, i cili tha se grupi është i përgatitur për sfidat që i pret në sezonin e ri. Është i përgatitur maksimalisht, shpresojmë të kemi rezultate sa më të mira, pretendojmë rekorde të Maqedonisë. Në disiplinat për vrapim tani edhe në hudhje, shtize, gjyle, disku. Aldin Ademi javën e kaluar në disiplinën hedhja e shtizës doli fitues në garat e vlefshme për Kupë Republikane, prandaj premton se edhe kësaj radhe do ta përsërisë suksesin, por me rezultat akoma më të mirë. Shpresojmë që kemi edhe shumë gara tjera, shpresojmë që të thejmë rekordet e Maqedonisë. Ndër garuesit nga i cili pritet që në sezonin e ri të shënojë rezultat të mirë, është edhe Senat Ramadani, i cili garon në shtigje të shkurtra 100 dhe 200 metra. Kemi përgatit mjaft mirë këtë sezon, shpresojmë rezultate më të mira. Unë për vete do marr pjesë në garat në shtigje të shkurtra dhe të mesme, edhe pres rezultat personal, pse jo edhe ndonjë titull kampioni. Kujtojmë se klubi i Atletikës Studenti, i themeluar më 10 maj 2001, gjatë kësaj periudhe 24 vjeçare, ka shënuar rezultate inkurajuese, si në garat vendore, ashtu edhe në ato ndërkombëtare, krejt fal punës së palotshme të stafit, por edhe të gjithë garuesve që kanë mbajtur fanellën me emblemën e këtij klubi.